Allahun e falenderojmë, vetëm atë e adhurojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje, udhëzim e pranim të pendimit kërkojmë. Për shëndetjet, lëvdatat, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Mësuesit të njerëzimit, njeriu më të mirë i cili ka ecë mbi sipërfaqen e tokës, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij dhe kapën për mësimet e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, nuk ka mundësi që Allahu i lartësuar, i cili ka kriju gjithçka për të mirën e njerëzimit dhe të gjitha ato i ka fut në funksion të njeriut që me ja bën një jetë sa më të lehtë, sa më komode dhe sa më pak të lashe dhe probleme në këtë botë, nuk ka mundësi që Allah i njëjti me i ndalu diçka që është e dobishme për ta. Nuk ka mundësi për arsye se Allahu i lartësuar do të cilësohej si pa drejt këtë formë, e që Allahu e ka ndaluar padrejsinë vetvetes dhe e ka bërë të ndaluar madje prej gjunave më të mëdha padrejsinë në tokë. Kështu që çdo gjë të cilën e ka ndaluar Allahu i lartësuar, duhet jemi të bindur, e kuptuam apo nuk e kuptuam, e kapëm apo nuk e kapëm, e kuptuam tash apo më vonë, duhet jemi të bindur thellë se atë ka dëm dhe Allahu i lartësuar i ka ndaluar gjanat e dëmshme për njeriu. Gjanat e mira, edhe gjithçka që ka kriju të mirë, e ka kriju për njeriu, ndërsa i ka kriju edhe disa të dëmshme, disa gjëra jo të mira, me të cilat Allahu e sprovon robën e vet. Sepse po të ishte bota, gjithçka në rregull, kjo botë, mos kishte të këqija, mos kishte vrasje, inate, harame, gjunohe, vepra të shëmtuara, atëherë çysh kish më u dallu ai i cili është përfillës dhe ai i cili është i nënshtruar ndaj Allahut prej atij i cili nuk është i nënshtruar, sepse kjo dhe ashtu nuk do të kishte ku me shpreh mosbindjen edhe rebelimin ndaj Allahut të lartësuar. Dhe kështu që Allahu i lartësuar me këto pak gjëra të dëmshme të cilat i kanë nxjerrë këtë botë, i kanë nxjerrë sprovë për neve, e që Allahu vepron dhe sprovon me çka të doj, sepse ai është Allahu, krijuesi i gjithësisë. Pastaj të nderuar vëllezër, sado që ndryshojnë zakonet e njerëzve, sado që ndryshojnë perceptimet dhe botkuptimet e njerëzve për gjëra të ndryshme, të cilat janë pjesë e përditshmërisë tonë, ato mbeten ashtu siç i ka vlerësuar Allahu edhe nëse njerëzit i japin vlerësim të ndryshe. Për ata harami mbetet haram, e shëmtuara mbetet e shëmtuar, e dëmshmja mbetet e dëmshme, që i ka thonë Allahu kështu, edhe nëse tek njerëzit bëhet e zakonshme, edhe bëhet normale dhe nuk ka kur farmarre, as kur far problemi me i kry ato vepra të cilat Allahu i ka cilësu si të dëmshme apo edhe haram. Për këtyre veprave të nderuar vëllezër, e cila është shumë e dëmshme, dhe jo vetëm e dëmshme, po është edhe shkatërruese për njeriu, për familjen e tij, edhe për gjithë rrethin ku jeton, është pikërisht amoraliteti dhe zinaja, për cilën Allahu i lartësuar është i vetmi gjuna që ka thonë mos ju afroni. Gjunoheve tjera ka thonë mos i punoni, mos pini alkool, mos vjedhni, ndërsa zinas ka thonë mos ju afroni, do të thotë çaq e shëmtume, çaq e ron, çaq e ligësh dhe çaq shkatërron, edhe prish sa që Allah po to mos ju afroni. Edhe rrugën e cila çon deri atje mos ju afroni. Wala taqrabu zina, thot Allahu i lartësuar në Kur'an. Mos ju afroni amoralitetit dhe zinas. Për dy arsye. Arsyeja e parë se ai i cili afrohet nuk ka mundësi ose me shumë vështirësi kthehet mbrapsht kur i afrohet deri aty. Edhe arsyeja e dytë se çaq e shëmtuar me çaq e rron është nuk bën as emrin me ja përmend, as nat soi me nejt, as nat rrugëve të cilat çojnë deri te zinaja ose amoraliteti. Amoralitetin të cilën të nderuar vëllezër, të çdo popull, çdo millet i cili ka qenë në natyrshmërinë e vet dhe nuk ka dalë për natyrshmërisë, e ka konsideru të shëmtuar dhe të rënë. Për ata Uthmani radhiyallahu anhu, njëri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, thotë nuk kam bë zinë kur amoralitet edhe kur kam qenë pabesimtar, sepse e kam pa që kjo është e shëmtuar. Është shumë e keqe, ndërsa Hindi radhiyallahu anha, gruaja e Abu Sufjanit, kur bëhet muslimane dhe vjen te pejgamberi alayhi salatu wassalam me ia dhon besën se po bona muslimane, pejgamberi alayhi salatu wassalam thot ana jepni besën, një grupit grave nga lart i thot ana jepni besën se nuk keni me i bë shok Zotit, nuk keni me i vrah fëmijët e juve dhe nuk keni me bë zinë. Quhet Hindi,
Edhe thoi dërguari Allahut, gratë e ndershme, gratë fisnike, a bojnë zino ato, do të thotë që zinoja nuk ka qenë e njohur të njerëzit fisnik edhe në kohën para Islamit, edhe amoraliteti. Nga se gjithmonë është llogarit e shëmtuar, mirë po ja që shejtani e ka rrugën më të përshtatshme, e ka rrugën më të asfaltuar për me mërrit tek njeriu përmes amoralitetit, edhe zinos edhe për ata Allahu po mos ju afroni. Mos ju afroni sepse fillimi i saj të shpije deri në fund. Pastaj kur mërrin në fund rrugës, është problem më u kthy. Pikërisht duke u nisur nga shëmtia e këtij gjunohi të madh, e që Allahu e ka llogarit për gjunoheve më të mëdha, e përmendin dietarët duke u shërby me ajetet edhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam që flasin për këtë ves, për këtë dukuri, për këtë vepër të shëmtuar, thënë se zinaja tonna belat e dunjos edhe të ahiretit ja bën njeriu. Zinaja e varfron njeriu, sjell varfri dhe nuk është e përhapur dikun zinaja dhe nuk është i njohur dikush që mirret me amoralitet, qof mashkull, qof femën, vetëm se varfëria ka me mbizotru në shtëpitë dhe familjet e tyre. Pastaj ja nxin fytyrën, ja prish zemrën, ja ngurçon edhe zemrën, ja bën telashet e dunjos, ja ngushton dunjon, ja ngushton vorrën edhe në botën tjetër, e pret edhe dënimi më i madh dhe shumë më i dhëmshëm. Dëgjoj se çfarë thot Allahu i lartësuar për ata të cilët vetëm kanë dëshirë dhe kanë qef që mu përhap amoralitetit tek muslimanët. Jo që e veprojnë, jo që punojnë për mu përhap, ama vetëm gëzohen kur shohin amoralitet. I bëhet qefi që njerëzimi ka fillu, ose besimtarët kanë fillu, më ulshu në amoralitet dhe zina. Thot Allahu i lartësuar, inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishata fi alladhina amanu. Thot Allahu i lartësuar këtë ajet, ata të cilët kënaqen, kanë qef edhe me nxipresin që mu përhap amoraliteti edhe zinaja tek muslimanët, çka ndodh me ta? Thot ata do të kenë dënim të dhëmshëm këtë botë dhe në botën tjetër, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ju nuk e dini, po Allahu e din se çfarë dënimi i pret. Çfarë dënimi i pret, sidomos kur fillon tek masa e gjerë dhe në popull, mu pa se nuk është diçka problemi madh, pastaj i duket se është gjithçka në rregull, edhe kush s'po e qorton, kush s'po i flet, edhe njerëzit mendojnë që kjo edhe pse po mirret me amoralitet, shpëtoj. Jo, thot Allahu, ju nuk e dini, po Allahu e din se çfarë dënimi do të ketë ai në këtë botë. Do të ketë dënim në brendin e tij, në shpirtin e tij, kur nuk do të kënaqë, nuk do të bëhet rahat. Vazhdimisht i trozum, vazhdimisht me probleme me shpirt, probleme me veten, probleme me familjen, probleme me kret botën, pastaj edhe probleme në botën tjetër. Kjo është vetëm nëse dikush i bëhet qefi dhe i kënaqet zemra, pse po i sheh trit edhe trejat e muslimanëve duke u marrë me amoralitet ose duke e vepruar amoralitetin edhe zinon. Pastaj të nderuar vëllezër, kur u përhap shpifja në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, shpifje se njëna prej grave të pejgamberit alayhi salatu wassalam ka bërë amoralitet, edhe u trondit krejt Medinje sepse ishte e rënë që mu akuzu familja dhe shtëpia më e ndershme e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj Allahu zbriti ajete ku e pastroi gruan dhe familjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe tregoi se këto janë trillime dhe shpifje për ata që dojnë me destabilizu Medinën edhe Muhamedit alayhi salam, familjen e tij dhe shokët e tij. Allahu thot: "Wa tahsabuna hayyinan wa huwa inda Allahi azim." Ju mendoni se është e lehtë kjo? Te Allahu shumë e madh, a di çka keni bërë? A di çka keni bërë vetëm se është shpifë dhe është fol për amoralitet. E sikur të bëhej amoraliteti, edhe më e rëndë do të ishte. Allahu thot vetëm shpifja, vetëm muhabeti që është bën në Medinë. A di sa e rëndë është kanë këtë tek Allahu i lartësuar. Edhe pse ju e keni llogarit diçka të lehtë. Të nderuar vëllezër, kjo është gjunohi edhe shëmtia edhe dënimi që e pret ato i cili gëzohet të keqës, i cili solidarizohet me të keqën. Po ai i cili punon për të keqën, ose ai i cili e bën këtë keqë, çfarë dënimi dhe çfarë përfundimi, çfarë jete do ta ketë këtu, çfarë përfundimi dhe çfarë llogarie do ta ketë në ditën e gjykimit. Andaj të nderuar vëllezër, duke e ditur se rruga më e lehtë për të arritur te shembja edhe rrënimi i një shoqërisë edhe një populli, e që është zinoja dhe amoraliteti, e që shejtani e shfrytëzon këto shumë lehtë, pastaj edhe argat e tij njerëz dhe gjën e shfrytëzojnë, sot kemi agenda
të ndryshme të cilat punojnë për me e prish edhe me rënu moralin e këtij populli edhe shumë popullve tjerë, mirë po neve po na intereson ajo që jemi këtu, me njerëz me të cilët po jetojmë, me njerëz me të cilët po bojmë jetë, janë familjarët e tonë dhe janë tonët. Sado që flasim, sado që i qortojmë, sado që i kritikojmë, prap janë njerëz të tonë, me ta bojmë jetë, me ta kemi me lidhje ose familjare ose miqësie, s'kemi ku e çojmë një tjetrin, por ata domethënë brenga është e përbashkët, nuk është qëllimi që këtu dikujt me jalon fajin, me bë fajtor dhe pastaj me gjyku ose me dënu, po si shoqëri duhet të gjithë me reagu edhe me vepru kundër këtyre agjendave edhe punëve të ndryshme të cilat po e cenojnë moralin e shoqërive, e që shoqëria jonë, ky popull është njoft për moral, është njoft për nder, dhe gjithmonë kur e kanë lëvdu dikon, edhe kur kanë dashur me fol mirë për një familje, kanë thënë është familje ndershme, ka nder në atë familje, nuk bëhet gjithçka, s'mund hin gjithkush atë. Edhe kështu do të jetë me lejen e Allahut të lartësuar, vetëm se duhet të mobilizu të gjithë, edhe mos me i duar trokit të keqës, as mos me i nejt krah, as edhe me e këshyr të keqen nuk bën. Sepse vetëm shikimi i këtyre agjendave, këtyre emisioneve të ndryshme, të cilat pa kokrën e trupit dhe pa kokrën e marrës, sjellin në ekranet e tyre veprat më të shëmtuara që nuk njihen edhe në popujt e mëhershëm që kanë qenë të rënum si popull, na i sjellin edhe na i servojnë këtij populli i cili me ndershmërinë dhe me moralin dhe karakterin të cilit jemi krenu edhe do të krenohemi me lejen e Allahut të lartësuar. Andaj edhe ai i cili i këshyr, edhe ai i cili shikon, edhe ai i cili bëhet pjesë e shikimit, e lajkimit, edhe pëlqimit të faqeve, të kanaleve të tyre, le ta dinë mirë që s'paku him këtu në këtë jetë, innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahishata fil ladhina amanu, mirë për ata që i pret dënim i dhëmshëm këtë botë dhe në botën tjetër, të cilët gëzohen edhe të cilët i bëhet qefi kur shohin se po përhapen agjenda për prishjen e moralit dhe shkatërrimin e shoqërive të nderuar. Vëllezër, duhet ta kemi këtë parasysh, duhet kemi kujdes që të mos bëhemi spaku, mos bëhemi pjesë e agjendave të cilët tentojnë me rënu këtë moral, këtë popull dhe këtë ndershmëri që e ka pas këtë popull. Këto vlera të cilat i ka pas edhe i ka, mirë po cënohen si vlera. Andaj të nderuar vëllezër, mundemi na bashkarisht mu bë zë i fortë kundër këtyre të këqijave. Duke spaku duke i bojkotu, a muj me bojkotu, po. S'po muj me inal, mirë po muj me bojkotu. S'ka në shpiteme me hi këtu. Nuk ka familjarët e mi me marrë me tu. Qësh mundesh me i thonë të nderuar vëllezër, kur me 10 mijë në gjysmë natës janë duke i shiku 2 persona atje që po bojnë gjumëta. Çka pritet prej tyre? Çfarë ngritje, çfarë ndërtimi pritet me pas këta njerëz, kur për kurreshtje me 10 mijë po i shikojnë atë vetëm se u ka ofruar në ekran se çysh po flenë 2 persona. Çysh po bojnë gjumin. Ku me ecë me këta? Ku me shku? Mirë, që to agjenda po dojnë më na i shërby neve. Që to agjenda po dojnë me i shtin popullin tonë, që pastaj me bani popull i cili nuk din çka punon, nuk din çka flet, nuk din çka shikon, nuk din me kanë bëhet, nuk din ku pozicionohet edhe pastaj tërheqe ka dushë dhe bën me ata çka dush. Jo. Unë kam shpresë të madhe dhe kam imjet të madh në Allahun e lartësuar se përderisa ky popull ja ka dhënë besën Allahut të lartësuar një herë, është bë musliman, edhe po e dëshmon që është musliman, Allahu nuk ka me lënë me lejthit. Mirë po duhet me punu, duhet mu mobilizu bashkarisht, me reagu kundër të keqes edhe me lejen e Allahut të lartësuar kështu s'voglohet ajo. S'paku mos na ketë argat, qoftë edhe argat pase. Kështu që prej këtij vendi e lutim Allahun e lartësuar që ta ruaj këtë popull dhe të gjithë muslimanët kudo që janë, të ruaj tritë dhe trejat tona nga çdo devijem dhe çdo lajthitje. Ti ato avesh atyre petkun e devotshmërisë, petkun e turpit, marrës, petkun e njerëzisë, petkun e modestisë dhe të udhëzimit islamit. Ndërsa të gjithë ata të cilët synojnë me rënu moralin, karakterin dhe vlerat e këtij populli, Allahu i lartësuar nëse janë për udhëzu të udhëzojnë dhe të heqin dorë për këtyre. Nëse nuk janë për udhëzim, Allahu i shkatërroft në vendet e tyre dhe me gjithë ata të cilët i bojnë këto plane. Allahu e rujt vendin tonë, e rujt popullin tonë, i rujt tritë dhe trejat tona, edhe neve dhe brezat që vinë pas neve, dhe gjithë muslimanët tanë kanë botën. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.